është më e fortë brenda, sepse një Kosovë që dëgjohet në botë është gjithnjë më e sigurt në shtëpi. Në çdo takim, në çdo vizitë, në çdo bisedë me lider botror, kam pasur një mesazh të vetëm. Kosova është republikë sovrane, demokratike, me kufi të paprekshëm dhe e vendosur të kontribuoj për paqen, stabilitetin dhe sigurinë ndërkombëtare si në rajonin tonë ashtu edhe për tej. Dhe një shtet i destinuar për të ardhme të sigurt euroatlantike. Kjo punë nuk është ndalur në asnjë moment. Jam thellësisht krenare që këtë institucion po e lëm më të respektuar në botë, me dyert të hapura dhe me aleanca të forcuara. Duke i sjellë Kosovës njohje të reja, duke arritur liberalizimin e vizave me BE-n e me shumë shtete të tjera, duke bërë hapa konkret drejt integrimit të vendit në BE dhe në Këshillin e Evropës, e po ashtu hapa konkret drejt të ardhmës në NATO, duke siguruar garanca të fuqishme për paprekshmërinë e kufive tanë, duke ndërtuar partneritete për fuqizimin e ushtrisë sonë, duke e bërë Kosovën pjesë të platformave ku nuk ka pasur qasje më herët se me pjesëmarrjen historike në samitin e NATO-s, duke e bërë anëtare themeluese në bordin e paqes, duke e kthyer Kosovën në qendër të agjendave globale, nga agjenda për gratë, paqen dhe sigurinë deri te mbrojtja e fëmijëve në botën digjitale, duke i përparuar ndjeshëm raportet me vende të tjera, deri dje hezituese për të krijuar raporte me vendin tonë, duke hapur perspektiva të reja marrëdhëniesh politike me shumë vende të tjera gjithandej rruzullit toksor. Në këto 5 vjet kemi dëshmuar se edhe një shtet i vogël mund të ketë zë të madh. Sepse ky ishte vizioni ynë që në ditën e parë kur u betova në kuvend, por mbi të gjitha kur u betova para jush, që Kosova të mos jetë vetëm pjesë e tavolinave ndërkombëtare, por edhe kontribuese aktive në to. Të dashur qytetar, si komandante supreme e Forcës së Sigurisë Kosovës kam parë nga afër forcën e vërtet të këtij vendi. Njerëzit tanë në uniformë. Gra dhe burra që nuk kërkojnë duar trokitje, por mbajnë mbi supe sigurinë tonë. Por ardhmja kërkon më shumë se arritje. Kërkon edhe vigjilencë. Jetojmë në një kohë ku e vërteta sfidohet çdo ditë, ku propaganda vishet si opinion, ku shpifja e manipulimit tenton të zëvendësoj faktin. Prandaj ju lus, mos e humni busullën tuaj, sepse vetëm kur e vërteta njihet dhe mbrohet, manipulimi humbet fuqinë dhe busulla morale mbetet e palëkundur. Në javët e fundit, duke ju takuar anemban Kosovës, kam parë diçka që nuk mund të fabrikohet. Besimin që nuk shuhet lehtë. Por edhe kam parë pritjen dhe kërkesën tuaj, për më shumë drejtësi, më shumë dinjitet, të ardhme më të qartë e bashkim rreth vlerave. Dhe kjo pritje është e drejtë, sepse Kosova mund të jetë vend i vogël, por është vend me kujtesë të madhe dhe meriton të ardhme edhe më të ndritshme. Ndonjëherë në politik, pikërisht besnikëria ndaj parimeve, konsistenca ndaj vlerave të popullit tënd, vizioni për të mbrojtur shtetin e për të qëndruar fort për krah aleatëve të djeshëm e të sotëm, e mbi të gjitha besnikëria ndaj Kosovës shndrohet në pengesë për disa. Në këtë rrugtim ka mësuar edhe një të vërtet tjetër, se ndonjëherë sfidat më të mëdha nuk vijnë nga jashtë. Vijnë atëherë kur qëndrueshmëria ndaj parimeve fillon të shihet si pengesë e jo si vlerë, si dhe kur besnikëria ndaj shtetit nuk përputhet me interesat ditore. Dhe pikërisht në ato momente, një udhëheqës duhet të zgjedhë komoditetin apo integritetin. Unë besoj fort që kam zgjedhur integritetin, sepse për mua Republika nuk është instrument, është amanet. Është amanet. Të dashur qytetar, në çdo takim me ju këto ditë në sytë tuaj pash mirënjohje, por edhe pritje, që Kosova të arrijë akoma më shumë, më mirë e më shpejt. Kjo është Kosova jonë, një vend i vogël në hartë, por i madh në shpirt. Një popull që ka mësuar të qëndroj, të ngritet dhe të ecë përpara, gjithmonë duke bërë më shumë se sa që pritet prej tij. Për të gjithë ata që kam takuar, faleminderit nga zemra. Për ata që nuk kam arritur t'i takoj, rrugët tona do të kryqëzohen dhe do t'jemi bashk, krah për krah, në sfidat dhe synimet që na presin.
Gjatë këtyre 5 viteve kemi qëndruar pranë grave, trimve, fëmijëve, mërgatës, sportistëve, personave me nevojat veçanta, komuniteteve jo shumicë e pranë qytetarëve tonë gjithandej